E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar pak një lajm dhe disa mesazhe në fakt që mua më vinë në adresën time në Instagram. Tiron, Rogerti, Miri dhe Selin janë banore apo janë të preferuarit e produksionit, do të thënë janë lojtar të produksionit. Një video që në fakt po bën xhiron e rrjetit teksa të tre banorët, do me thënë këtu Selina, Miri dhe Rogerti, kanë qenë duke darkuar në dhomën e ndenjës, te kuzhina konkretisht. Mateo i bërtet nga jashtë Selinës që në fakt e thëret, që hajde ta pim një cigare dhe se Rogerti i thot jo, dhe Selina i thot nuk mundem të vi, jam duke ngrënë bukë. Dhe këtu në fakt është ngritur dyshimi se çfarë në të vërtet e lidh Selinën me Rogertin, kur jashtë është duke u bërë një luftë që nesër ndoshta edhe familjarët do të dalin jashtëzakonisht keq. Tani, që e lidh Selinën me Rogertin një diçka nuk e lidhe as pak, se po të lidhte nuk do të kishim bërë të gjitha këto dramat, por do ta kishim vazhduar lojën, ashtu siç vitin e kaluar e vazhdoi Rozana dhe Laerti, që asnjëherë nuk e goditën njëri tjetrin, por që ndruan në lojë të njëri tjetrit sepse kishin bërë një bazë për jashtë që kush do të shkonte në finale ishte e fituar. Unë mendoj që Selina natën e mbrëmshme thjesht rastisi në tavolinë dhe këto ditë është munduar që të jetë pak më e qetë, këto ditë është munduar që të jetë pak më e lumtur për ta shijuar ashtu siç në fakt edhe mesazhet u shkojnë banorëve brenda në shtëpi të gjithë këtë moment. Por Rogerti nuk është se ndaloi Selinën, sepse duke njohur natyrën dhe karakterin e Selinës, unë jam shumë i bindur që Selina nuk ka burr në botë që mund ta ndalojë dhe t'i thotë që jo, ti mos ik atje sepse unë do të menaxhoj ty. Unë mendoj që Selina thjesht ishte duke ngrënë bukë dhe në atë moment Selina foli në atë formë sepse nuk dëshironte që të shkonte, por jo se kishte qefin që të rri me Rogertin apo të ndanë momentet me Rogertin. Tani, po të ishte Selina, lojtare e produksionit, mamaja e Selinës do të kishte një marrëveshje me produksionin dhe nuk të kërkonte që e bia asaj të largohet nga shtëpia apo qoftë babai i Selinës në linjë telefonike, për shembull që bëri me Kiarën në fan club, të poshtëronte produksionin dhe t'ja ngjiste fajin Sarës, si drejtuese kryesore e këtij Big Brotheri. Unë mendoj që ishte një moment i cili nuk u mendua në atë formë për Selinën, por mendoj që në momentin që Selina do të del nga shtëpia e Big Brotherit, me patjetër që do t'i shikon këto video dhe do ta komenton këtë ngjarjen, dhe më pas do me thënë Selina vazhdoi normalisht dinamikën. Unë mendoj që lojtarë të produksionit në shtëpinë e Big Brotherit mund të jenë vetëm 2, por më së shumti le të shkojmë vetëm 1. Do me thënë, sa do që të themi Rogerti, unë mendoj që Rogerti është e mira e të keqes në kuptimin që produksioni do ta përdor deri në fund dhe do ta hedh. Mendoj që më së shumti lojtari i produksionit në këtë mes është Miri.